është Amira Abazi, një nën 24 vjeçare nga Tetova, e cila për çdo ditë ballafaqohet me pasigurinë dhe varfërinë. Përveç se jeton në kushte mjaft të vështira, ajo rrezikon të nxjerret në rrugë nga dita në ditë, së bashku me 2 fëmijët e saj të mitur, sepse tani e 3 muaj nuk ka pasur mundësi ta paguajë qiran. Të 2 fëmijët, njëri prej të cilëve shkon në klasë të parë, së bashku me nënën, jetojnë në varfëri të skajshme pa asnjë mbështetje. Kam nevojë për ndihmë, jeto me qirak, pronari do të çesi për vendesë me ti call, s'kam ku të shkoj. S'ka asgjë të hanë, pa çus jam kam ndihmuar shumë disa nëna, ju falenderi shumë, ato kanë ndihmuar shumë. Djalin e madh ka smut me klinikëve, me sajt ka problem, do ta bëj operacion, nuk ka punë shkrim, s'kam ku të shkoj. Kam nevojë për ushqimin për një banesë të vogël, që dish të rrejtë të lutur, mu dalin jashtë, i kërcënoj, nuk s'kam ku të bëj, kam shumë nevojë për ndihmë. Ai kërkon ushqim shkolla, një tiskish, mami fabelu, fa du të hapë si qërë. Të përnone i veç më kërcëna, kur dalë po është, fregen të që gjani të shkolla, që dojnë e të ka gjami, ja, ma më foli t'i qka, i vogli s'nej pa mune, s'kam këtë këtë përnoj. Amira është nën vetushqyese, është ndarë që 2 vjet nga babai i fëmijëve të saj dhe po mundohet e vetme të përgjigjet për fëmijët. Për shkak të pamundësisë, aktualisht është e pa punë dhe kërkon ndihmë financiare nga të gjithë ata qytetarë që kanë mundësi t'i ndihmojnë. Ne kom e qëli me shishe, e vatën e vetë, dherën e kom veç minimin tesh. Dherën me, ka se asni kush s'ka, e në 200 euro e pagojnë banes, ku një kush s'ka, më fodi, ku du shpo qko me callë, meri callë, fa si qëllë i fa callë të ta. Ka nevoj veç për një banes të kim të vogër për callë, të jetë knaqë, që mu se dalë lejtë huvnash. Veç për një banes, asë si zëtua. Të gjithë ata që dëshirojnë të kontribuojnë për ta ndihmuar këtë nën, këtë mund ta bëjnë duke telefonuar në numrin personal të saj, 071 558 173, ose mund ta gjeni në kompleksin e banesave në katin e 4 në rrugën Video Smilevski Bato, afër lagjes së studentëve.